Para se të fillojmë me rendin e ditës, ju njoftoj se kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, zoti Tauland Balla, ka paraqitur një kërkesë për mbajtjen e 1 minutë eshtje solemne në nderim të heroit Adem Jashari dhe antarëve të familjes së tij në Prekas. Gjithashtu, po nga kryetari i grupit të parlamentar të Partisë Socialiste, është kërkuar mbajtja e 1 minutë eshtje për ndarjen nga jeta të ish deputetit Tomor Dosti. Gjithashtu dhe nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, është kërkuar mbajtja e 1 minutë eshtje për ndarjen nga jeta të ish deputetit Tomor Dosti. Të nderuar kolege dhe kolegë, Kuvendi i Shqipërisë kujton një nga momentet më të dhimbshme dhe më heroike të historisë së Kosovës dhe të mbar kombit shqiptar, rënien heroike të Adem Jasharit dhe të familjes së tij në Prekas. Ata u flejuan për idealin e lirisë dhe dinjitetin kombëtar, duke hyrë përgjithmonë në historinë tonë si dëshmorë të pavdekshëm të kombit tonë shqiptar. Në nderim të komandantit legjendar të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Adem Jashari dhe të gjithë antarëve të familjes së tij që ranë dëshmorë për liri, ju ftoj të mbajmë 1 minutë heshtje. Lavdit përjetshme dëshmorëve tanë. Kuvendi i Shqipërisë gjithashtu sot shpreh ngushëllimet më të sinqerta për ndarjen nga jeta të ish deputetit Tomor Dosti. Zoti Dosti ka qenë deputet në 2 legjislatura, si një nga drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike. Gjatë angazhimit të tij politik, ai ka kontribuar në debatet dhe zhvillimet politike në Shqipëri, ka qenë pjesë aktive jetës institucionale dhe juridike të vendit. Në shenjë respekti dhe nderimi për jetën dhe veprën e tij, ju ftoj të ngrihemi dhe të mbajmë 1 minutë heshtje. I paruar qoftë kujtimi i tij. Në bazë të nenit 30 të rregullores, ju bëj të njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Pika e parë, miratimi për zverbalit seancës plenare të datës 2/3/2026. Pika e dytë, njoftime. Pika e tretë, seancë pyetje përgjigje me Ministren e Arsimit, zonjë Mirela Kumbaro, kërkuar nga deputeti Erion Braçe. Pika e katërt, seancë pyetje përgjigje me Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Andis Salla, kërkuar nga deputeti Erion Braçe. Pika e pestë, projekt ligji për një shtesë në ligjin nr. 69/2012 për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar. Pika e 6 për ratifikimin e marrëveshjes SUAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Huamarsi dhe KFV Frankfurt am Main, KFV, për programin infrastruktura bashkiake 5 faza 2. Pika 7 projekt ligji për Agjencinë e Mbikëqyrjes në sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale. Pika 8 projekt ligji për ndryshimet dhe shtesa në ligjin nr. 46/2018 për kontrollin shtetëror transferimeve ndërkombëtare të madrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfish të ndryshuar. Pika 9, projekt ligji për një ndryshim në ligjin nr. 9975, datë 28/7/2008 për taksat kombëtare të ndryshuar. Pika 10, projekt ligji për një ndryshim në ligjin nr. 68/2017 për financat e vetë qeverisjes vendore. Pika 11, projekt vendimi për një shtesë në vendimin nr. 65/2025 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisionit të përhershme të Kuvendit, i ndryshuar. Pika 12, diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Fillojmë me çështjet sipas rendit ditës. Së pari, një minutë, mbarojmë me procedural. Miratimi për procedural seancës plenare të datës 2/3/2026.
Procedurbalin e keni marrë në rrugë elektronike, nëse s'ka vërejtje, miratohet procedurali. Para se të kalojmë të njoftimet, fjalën për procedurë zoti Gazmend Bardhi. Faleminderit zoti kryetar. Siç jeni në ndjeni, në datën 23 shkurt, Këshilli për Rregulloren e Mandatet ka përfunduar shqyrtimin e kërkesës së prokurisë që kërkon autorizim nga Kuvendi i Shqipërisë për arrestimin apo heqjen e lirisë ndaj deputetes Belinda Balluku. Në përputhje me afatet e përcaktuar nga rregulloria e Kuvendit, antarët e Këshillit, duke qenë se ju s'kishit ende një qëndrim në atë mbledhje dhe su kuptuar çfarë thatë, 5 antarët e Këshillit që kishin qartë përgjegjësinë dhe detyrën e tyre kanë dorëzuar raportin për seancën plenare. Sipas rregullores, konkretisht pikës 3 të 118 të rregullores Kuvendit, ju, zoti kryetar, jeni detyruar ta përfshini raportin si pjesë të seancës më të parë të Kuvendit të Shqipërisë pas dorëzimit të raportit. Raporti është dorëzuar të hënën dhe seanca më e parë që përcakton rregulloria e Kuvendit është seanca e sotme. Në rendin e ditës që ju keni sapo lexuat dhe i keni paraqitur deputetëve të martën, nuk është përfshirë shqyrtimi i kësaj kërkese, e cila ka natyrë urgjente, po ju po e çoni drejt, pra dhe një javë ka mbetur që kërkesa praktikisht konsiderohet e rrëzuar për shkak të mosmarrjes në shqyrtim, sepse po e çoni, e keni çuar në limitet 3 mujore të shqyrtimit të kësaj kërkese, në kundërshtim flagrant me çdo praktik parlamentare të ndjekur deri më sot nga ky kuvend. Zoti kryetar, ju e zvarritët këtë procedurë përmes mos mbledhjes së Këshillit për gati 2 muaj, duke penguar funksionimi normal në përputhje me rregulloren dhe kushtetutën të organeve të Kuvendit. Tani po zvarrisni përfshirjen e kësaj çështje në rend të ditës. Nëse do merrni tani mikrofonin, do më thoni Ulsiu vazhdon të jetë akoma në bibliotekë, edhe nuk e ka përfunduar raportin, ky është problemi i Ulsiut, jo i Kuvendit. Ulsiu të dal nga biblioteka, të dorëzojë raportin, sepse çështja është shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë për lexim të thelluar, si mbrohet Belinda Balluku, çështja është kushtetuese, është ligjore dhe ky kuvend ka detyrimin t'i kthejë përgjigje prokurisë së posaçme. Kanë 3 muaj që po pengohen hetimet sepse prokuria pret përgjigje nga kuvendi. Jepni një përgjigje. Thoni duam ta mbrojmë korrupsionin, nëse keni vendosur ta mbroni korrupsionin, por ktheni përgjigje. Prandaj kërkesa ime është procedurale, ndryshimi. Faleminderit, zoti Balla, keni kërkuar fjalën për procedurë. Duhet ta mbarosh brenda minutazhit. Zoti Balla. Faleminderit zoti kryetar. E dëgjova me vëmendje gënjeshtrën dhe të gënjesh edhe në muaj Ramazani është dyfish. Dhe se sa kam lidhje unë me besimin, i vetmi njeri në këtë sallë që s'ke asnjë lidhje jeti, as me besimin, as me vlerat të tjera morale dhe familjare. Mungesa e vlerave morale dhe familjare janë tepër të rëndësishme për t'u konsideruar për çdo person. Sa i përket gënjeshtrave që u hodhën në këtë sallë, qëndrimi ynë ka qenë i qartë. Ju lutem lejoni kolegun të mbaroj fjalën. E Këshillit të Mandateve në emër të 5 deputetëve antar të Këshillit Mandateve përfaqësues të Partisë Socialiste e kemi bërë qartë qëndrimin ton dhe po ashtu në përfundim të mbledhjes kemi komunikuar se si e sqaron rregulloria e Kuvendit këtë
këtë akt procedural të Kuvendit të Shqipërisë. Në Këshillin e Mandateve ka pasur 2 mendime dhe 2 qëndrime, dhe kjo është e qartë në proceduralin e asaj mbledhje. Dhe në rregulloren e Kuvendit, në nenin 118.3, thuhet qartë se në përfundim të shqyrtimit, Këshilli brenda 2 javëve harton një raport. Jemi brenda kohës që na lejon rregullorja. Ky grup parlamentar është një grup parlamentar serios, i cili nuk i merr vendimet kryetari i grupit, apo kryetari i Kuvendit, apo kryetari i Komisionit Ligjeve, por në këtë parti merren vendimet kolegjiale në grupin ton parlamentar. Kështu që në këtë këndvështrim më datë 23 shkurt, kam komunikuar publikisht se sapo të depozitohet nga të 5 deputetët rekomandimi nga ana jon, do të respektohet afati 2 javor, bie poshtë pretendimi se po shkelet afati, sepse afati 2 javor është përpara datës së përfundimit të afatit të shqyrtimit, që është data 17 mars, e përpasoj sqaroj publikun që sapo të jetë gati brenda këtij afati, në seancën më të parë, që natyrshëm është seanca e ditës së njëjtë 12 mars, natyrshëm do të jenë gati 2 raporte. Faleminderit. Zoti Bardhi, ju tërheq vërejtjen sipas rregullores. 1 minutë. Për ndalimin e fjalës të kolegut, edhe natyrisht duke përdorur edhe një fjalor jo etik parlamentar. Unë nuk jam tu të përsëris ato fjalorin tuaj, i cili është i papërshtatshëm për në seancë. Dhe ju lutem mos e përsërisni shkeljen, sepse do ndjekim rregulloren. Po patjetër do rëndohet, ju mund të mos ju bëj përshtypje. Mund ju mos ju bëj përshtypje edhe dalja jashtë. Edhe nxjerrja jashtë mund mos ju bëj përshtypje, por unë jam i detyruar të respektoj rregulloren pa emocion. Pa emocion. Nuk ta jap fjalën se fole. Nuk ta jap fjalën sepse sapo fole. Zoti Klevis Balliu, procedurë. E doni fjalën për procedurë? Okej. Zonja Ina Zhupa, fjalën për procedurë. Mere, o Klevis. Nuk e merrni më fjalën, iku fjala. Nuk mund të tallemi me fjalën, ja kam dhënë zonjën Ina Zhupa, nuk pranua ta përdorni të drejtën tuaj për procedurë. Zonja Ina Zhupa.